Përshëndetje të gjithëve, këtu me Shkëlzenin në Pod me Kast. Për sot e kemi të ftuar një mysafir që krahasuar me mysafir tjerë është pak më ndryshe dhe se ka të bëjë me një temë cilën është ma pak e përfolën në Preshevë ose në trojet tona. Këtu kemi zotrin Recep Kadriu. Përshëndetje zotri Recep. Faleminderit në ftesë, përshëndetje dhe tonë juve. Faleminderit. Po gjithashtu edhe Shkëlzenin, mos ta harrojmë. Faleminderit Pashtrike dhe ke përmend e krahasu me mysafirët e tjerë. Në vërtet është Bacirjeq ma shumë krahasu me moshatarët e tjerë, po pak para se me fillu emisionin, na e thërëm telefoni, thëm, a je nis, edhe sa po, edhe nuk na mund menja që vjen qatë shpejt, se tu e ditë moshën e tina, po kur e pam për një 15 minuta, erë këtu edhe befasum që qësh më rrini qatë shpejt Bacirjeq këtu. Zakonisht për shembull na tha po më duket është Karaovica. Po. Edhe mas 5 minutave vetë kur e pam këtu. Pika erdhe, pi cilit vendje Bacirjeq, na tregon pak ma shumë kush je ti. Unë erdha pi Luçanit, në Luçan, në Sals, Letovic, Eraic, Sorotic, Shoshaj, në Raovic, edhe të një Preshevë. Unë kesh atyre në Raovic kesh kur polim. Po të nëhi Raovic, timin e Raovic. As po priton me bokit udha? Po udha, këshire, unë kom këtë kalu me shumë, që 54-5 vjetë që jom shofer, unë e shumë kilometra ku më boni jeteme, dhe nuk më jenë mërzi as borë, as shi, as natën me vozit, as dritet e gjata që i ka dikush të gata, e më qaron muje jo, ato nuk të pengojnë. Shumë pengojnë, e gjithmonë kom qef me vozit, kur së njina me vozit, a i kom një jetë teme, për shembol që të 53-4 vjetë, 8 milion kilometra, dhe kejt me familijën e golfit, prej 28 e golf 4. Dhe me thonë, pi golf 1 e paskenis? Po. 2, 3, 4, ta është e 4 e? 4. Do me thonë, që 54 vjetë e ki patent shoferën, a? Po. Pas kam betë familjen e Volkswagenit. Kanë me familje për Volkswagen dhe i du për Volkswagen, se mu për Volkswagen i nudhe, kur së më galon nudhe, ullën një kom zru me ko, gumat e mira, anasera ato shka du, kosnisë e mira, kur nudhe së më galon kjerë, që me mdalë, a me blokua në ato kure. Ka bo aki, edhe ullën se kom zru me ko, a mo i kom qitë ka pak kulite, për dhe pa ullën s'ka me. E jo me knaqëm se shkojsh në rrugë, qëra shkojsh në rrugë, gata, Subotica, Ljubla, shi të mëdhaj biken në për autoban, shusha kjerët për shivit kejtë shukëshin ato kërë. Golfive që daj ke ujë, mone, asë motori i ke ujë, në cërë qisa motorit, nuja i nuk u shuke. E pra to e du Volkswagenin, e du familin e Volkswagenin. Me dëgju këtë rëfim, ata menagjerët e kësën kompanije kanë mi vo reklam të mira. Po. Ama me dit ata që e kanë një mishteri besnik, ata të Volkswagenit. Po mendoj që këtu ka shumë kilometra nuk jom bo të shku në për Presheve në Luçana, po. Kara me jesë gjithka, do me thonë. Ku keni shku ma shumë? Po, Ljubljana, Zagreb, Subotic, ka djerë natëm kara puna me shku, Novi Beograd, 800 km i kum bone për terë. Pi 6 gjishtë bale. I kum kri, 1600 km. Sot dhe ndrësht në ullën, për shembol të regja karambodhën bjerës. Mas 3 ditë, kur bo ke 3 ditë, unë e pesë, shak i ardhme a dashtë, ku marrë me ndru ulli, po ti pargje ndru ulli, shire sa kërë, shirë 2800 km për 3 ditë. 2800 km. E kush është Reza, po në tregon ti kush? Reza automani. Ti kush je? Unë jam Recep Kadriu nga Luçani, për shembol me punu, kërkun s'kom punu, prej 7-18 vjetë e kum nisë me hullimtime regjike, me relogës, me asine, me psatartë, kum hecë, ka mos kum bisedu, kum hullimtu, përse më kanë interesu vareset e vjetra, kanë interesu vendbanimet e vjetra, materiali, keramike, periudës, për shembol. A ki familje të jeton në Luçan? Unë jetoj në Luçan, kom familje, kom
9 fëmijë kum pasën, një më ka dek një gjallë ka pasë ndeshje, gjallë i madhë 2008, kom edhe 2 gjem edhe 6 vajza i kom. Kej që në jashtë, si veç unë edhe gruja kemi metën, 2 ples kemi metën në shpet. Qofshi me ymër dhe ju pasin gjithmonë nipat e mesat. Nipa mesa, 25 nipa mesa, pi qikëve, pi gjemve, edhe 6 nipa stër mesa. Qofshin me jetë, ju pasin Qofshin gjithmonë. me jetë. Po. Do me thonë ti prej moshës 16-17 vjeçare ki fillu me u marrë me elementet të arkeologjisë, me numizmatikën, me Qysh ndodhi Luçan, kush të inspiroj, shka u bo Luçani, nuk e dim që është vend ka arkeologjik, shka ndodhi? Luçani me shumë vend strategjik, edhe vend arkeologjik. Se si strategjik, Lugina Luçanit, për shembull, gjithmonë ka pas ati kalume, edhe Romakt, edhe Bizant, edhe Osmanlit, kur kanë shku pushtet e Kosovës 1389, në për Luçan kanë kalu. Një grupe Osmanlive ka kalu, në për Luçan, një ka kalu që ka Presheva, e dita grupë, që së të ndilit ka Presheva, këta pibosë i gratë ka Luçan, në ato një ka Vranja, për ka Vranja Markova Kale, ku i thojnë Vranjanit, e qetra grupë Pristofise, ka Naisi, ka Nishi, edhe në fushë Kosovës. Të beteja Kosovës. Beteja 1389. A keni pas dikon që ju ka frymzu, do më thonë, me u marrë me këtë pjesë, me tonë, bone se që këto duhet me bo? Me numizmatik, për shembull, me numizmatik ishte i ri, po në ishte njësë borë, se pukara, bukë s'kishta me ongër, ka ishta përpukoj në bukë, në në thëjke, ka dalë bërë si, di motra mas mare se umu, sa i kish pas baba jem, ato qika, motët e mija, më pi qetës në nënë. Ato mbilik qikat ka 6-7 vjetë, a unë i vogël ka ishta bukë, ato shkëshin prasinësin, të zingini një qështë po gacet, ka dhe mojtë të vishin. Mu ma jipsin me ongër, ma shpari unë me ongër, tona to shka qesin. E tona, baba, më diqë baba, në 61 më diqë baba, unë janë ishte me dalë për Beograd me punu, ka mos, pa letër një pa kur gjo. E tona, ma shpari ja njëse me punu, mjës bi borë në malë, për Mitrënos, bëni vend thirët gradisht, për Mitrënos. Në atë gradisht në ati shkon lokalitet, antik lokalitet, edhe Bizanti, edhe shekujt e mesëm të magjigjve, edhe antik. 3 periuda. Të ku për Mitrënos kjo vene? Per Mitrënos, gradisht i thonë Tërnopsi. Ati të prashit, ata punëtorët prashitin, njësin borë, i që ishin në modin e 10 vjetra. Unë i së njëvish në bashmirë. E shka bojqë në ato e këshirë të i lezosht, ka pak do emnat Arkadius, Teodosis, Vespasian, Domician, në to këto. A ishin pazar, përse më tonën, vishin do të Janjevës, lulle azit, që që lulle, Janjevalit pazar bëhet. Në Bianos vishin për Janjevës me shqit lulle? Po, lulle kanë arë me shqit. Lulle, bijuteria, që të shka mos. Plastike në ato këto. Gjithmonë ata kanë jetë, edhe për Preshevin konë. Gjithmonë, teri para 40 vjetëve. Tërë ka 85. Të në mojë ndalju shku në Kroacinë, Zagrebe në ato. Ato trektarë Qenjevës, a? Po trektarë Qenjevës. Ato sa bili në konë në Kroaci, më konë që më konë, Shqipë kam pojnë, a më Kroaci më konë Qenjevës. Edhe i shqisë në unë, ati në e tona, që dola në Beograd me punu, dola në Beograd piso, pazar ati, një me tavolinë, po blenë, po shetë monedat vjetë, ty nejtë vetëm hinin gjak, ma dha një libër me lecu, e 50 tonë e jakum nisën, mu konë aktiv mu këto. Do më thonë krejt prej, ka fillu prej qëti, do më thonë kërkimit edhe ajo libër që ta paskallon dikush për me lezu mbi historinë e arkeologjinë. Që të në ato pe pis ato, për shembull antar dush mu këpë, ku mu i mu bo antar, është në Kalimegdan, Cara Urosa, rruga, Cara Urosa, numër 24. Ati më me shku mu bo antar. Edhe shkohën ati u registrova për këtë lami temën për numizmatik, edhe u limtime religjik. Një shqiptar këmë qenë, 1228 me numër jëmë, për shembull ati, një këmë qenë shqiptarë. Bile ata që sërbtu të shmenësin, thështë qishti ide, njëri janë në alfabet, pa shkollë, qishtë është ideja të karë me këtë punë më marë, në këtë profesora, doktora, arheologa, akademika, shkencëtarë në altë ati, ka të ndarë edhe 2 milion shqiptarë, Maqedonia dhe Serbia, ti dhe një shqiptari e këtë lami. Për ata që sa nuk e din, ka është kjo numizmatika, me shka bën, me shka mirët? Numizmatiko me monedat të vjetra, me një monedat të vjetra. Të më thonë që janë antike, që janë... Du me thonë me pare, po mërshë? Me lira, me qësi?
Lira, ka dhe lira që ishe dhe lira ka. Ti do me thonë kështë njeri i pareve. Njeri moneda, për shemë, unë kum pas albumeve, unë i qepi fotografi të harrobi marë, i kum edhe fotografi të shpi, muzej kum pas, muzej shpi kum pas, Ashpata, Yatagana, Kubura, 4 sene, së do më që ka së që, ke që kum plot vire, së do më dhe që kum fotografi, apo që pas të harrubi marë mi pas fotografi. I bojmë ato, na dërgojnë, i kalzojmë edhe kreve, këtime që na përcjellin të pode me kasti, ato është i ki pasti si pasoni. Po qësh ndodhi me janis me i mbledhë ato, qësh ndodhi që me janis me i njofti ato, edhe me shka u lidhëshin ato moneda. Ato u lidhëshin përse periudët, që kuna i takojnë. Ti janisi me mësu me lezu literaturë? Literaturë, sa dush. Nisa me ble literaturë. To na literaturë kërë po, në Londër kërë po to këtë një literaturë. Në Gjermani, të Rau, të Gorni, të Tkaleci, bosë literaturë, mu vishin libra së në regjistrumë si në mizmatikolog. Amo Gjermanit vishin, amo kuptoj ka pak Gjermaniste. Jo sa shumë, ku punu një 3-4 turist, 4 mu, e kuptoj i lidhë këtë sërbis, hene si kanë darë libra sërbis, gjuhën sërbe. Amo Shqips kemi pas asë në libra. Do më thonë, ju literaturën e keni pas kryesisht sërbisht edhe gjermanisht. Kishe të vështirë me kuptu në fillim kur se literatura është pak ma ndryshe se... Po, e kuptoj që është këshirë moneda si këshu i ke për shembë një moneda, që ke moneda është A3. Shkruj kja ti mbreti, cilë është ka vlerën e ka qështu, prej qëtu, prej kësi ko, teri këtë ko ka jetu e mbreti ka qenë mbret. Kula i kuptoj që të te. Mu pas historinë së pujsa mja e kuptu, ku ka lindë ku asine. Amo prej kuru konë, teri kuru konë ato, i kuptoj që i deshifroj. E tash, si lavdë, da disë, pivje kjo zjo që pu lavdonë, tash e ekspert për moneda që jam ekspert. Qa ka da relog të thirë, edhe Prishtinës, edhe Gilanit, edhe Dubranjes. Do më thonë, ju keni punë të bëni me institucione, do më thonë, arkeologjike, këto që mirë, po? E kanë besim muë, shpesë e suni që, për shembol, kemi punu, Lanik kemi punu me relog të institutit të relog. Lanik afer Sfinjës. Sfinjisht, po. Sfinjisht, mas Sfinjisht që Lanik. Kemi punu ati para 67. Bila relog të njësit pleqë vila raj. Që që rogë në atë mazdarë ke mu përla. Sa të dimet, që kjo i takon Vespasiani, që kjo i kënë Gordiani, që kjo i Filipit, ato këto. Edhe njoni pak i ka njoft. Sa unë e jo amboj, që e dibidu sajnë mot njerë ka pa monedë, s'kam pusë punën e të pritë mot, dhe vje dalë njerë ullëtime rëdi. Tona, ata bu më thirë në orë dhe mërë, Rezo, li lutëm më, ki fleta jo, thë sharash me fletë, mere katalogën, mere libre katalogën, se ata s'kanë arë, nëse në relog, s'kanë kataloga. Unë me kataloga me këtë, cilën për doni, a Sejbin, a Rauhin, a cilën për doni, anglisht, Thas po se duhet me katalogun për javisi, jo e bërë një katalogun, për jasoj Sejbin, i vjetër 1973. Qaj katalogu, a? Qatë katalogu, për jasoj katalogu. Ju thatë që do më thonë jeni marë kryesisht me moneda. Tash, na si shqiptarë, do më thonë që pretenduat që jemi prej orëve prej e lerve. A ka pas deni monedë, do më thonë, që e kanë zvullu që e kanë bo i lerët? Ka pasën. Këtu ka na, dikun? Ka pasën. Për shembol, në Kacipup. Në Rovicës? Rovicës, Kacipup. Ju në gjithë moneda, të lirëve. Damasioni. Po. Damasioni është një qytet i humbër, se arheologu Mikull Qiqi, që ka dhonë mësimin fakultetin arheologjik në Shkup, a i ka vdekër, a i ka thonë, Damasioni gjindët Serbinë jugore. Dikon, qyteti humbër, qyteti i lirë Damasioni. A, për shembol, na kemi punu me zbulu Damasioni, edhe këta arheolog sërbët, Beogradit, në Kërsevic e kemi zbulu që është Damasioni, në Kërsevic, me atës bashku. A dyshohet që Kërsevica është Damasioni? A dyshohet për arheolog të Kosovës, për arheolog shqiptarë, për Neriton Sekën, Kemalucin, Fatmir Pejn, e dishukriu ka dekar me li. Për ata, për njeve po, amo për shkijës jo. Do me thonë, arkeolog si hipoteze kanë që Kërsevica është Damasioni, a? Arheolog të Shqiptinis edhe të Kosovës, që Kërsevica mund të jetë, jo që është, po mund të jetë. Arheolog të Serbisë, për shembol, ata thë jo, ka qenë një objekt Macedonës, mbretëria Macedone, Filipi, Aleksandri, Balajosi, jo Balajosi,
Aleksandri, Filipi. Atë ka me shku shpesh në Kërshëvicë. Makedoni procent. Pa ti ku punu me relog, tu ku punu atë që ishë jo. Ja një e fat teren mirë. Është një kisha të shumë e vjetër, a? Kisha është datorës, lash piterin të të thotë dhja kisha. Për kisha si ka dhënë rëndësi, u konë Toni Qeskova relogi, e u një më ponë mësafir më rajë, kënë ardhë për adimuve, kam pas një film, një incizime, kam pas kishat që kam punu. Për kishën, a? Për kisha 3 metit, 4 metit. Është të dëshmume me që si kish Dardane, dishka? Jo, pa edhe më konat, si të regojnë ato edhe më konat, ja e për the jonja, ato kishët e përkatunda. Kishët, për shumë, kisha ju më Ravis të merit kuj kohë, kanë maru 1938, në Lusan, për Lusan, e Ravis e dikur, Lusan kisha autoktone e Lusanit e Katundis, për shumë, se na për para, si së po më spesi, shka imi kontik, mi kontim këtë, e kemi kur e kemi marrë për islame, për 15 shekull, e kemi nisë, e teri, Te prohorjat ka ra me shku me punu? Po, veç që, për manastir Pqinski që, kemi nejtë ati më bukë, kemi ongrësi dhe ati që jo, edhe të prohore dhe kejtë. E kishtë e tona, për këto manastirë, për shemë në Kosovë, manastirë. Kejtë në tonë manastirë shqiptarë. A ka dini metodë me, do më thonë, a dini qysh mu dalu që janë tonë, zë për shemë, kur po është qështja të ndasia dhe më pëthojnë? Oltarin ko kanë atë i dalohen, për shemë. A më të i kanë prisë oltarën, të atë kohë kanë prisë, e kanë këthi, për shemë, ka qenë zami e kanë bo kishë. E kanë prisë, e kanë këthi ndrishë. Ka qenë kishë katolike oltarin e kanë piverit me hinë, kishë këshu, a kështë përëndimit. Qëfar moneda ma të gjetra ju në gjetë këtu kana? Moneda ma të gjetra të na ju në gjetë në 520 vjetë para eposë, 6 shekëll para eposë. Ju në gjetë Kacipup, në Ravis, Kacipup e shumë e dhjetë. Moneda ju në gjetë mbretëria Iliro-Macedone, Terones, moneda thirën, Terones. Moneda shumë të mëdhaja, ka 35 grem, 40 grem një moneda. Edhe ju konë prej argentit ato moneda. Ato shumë në rrallë, se qata mbretëria Terones e Iliro e Pirë, e kam pas teritorin e vetë terin Presheva. Tashtu që konë tashtu. Si kufi këtu ka qenë? Si kufi e kam pas pjesë Makedonin, një pjesë Bugarisë, edhe ka Egipti kam pas një pjesë. Edhe ka Egipti e që. Se edhe që ju në gjithë moneda sa të tenos, edhe në Egipti ju në gjithën. Edhe këtu kana. Anë Sërbi, Kosovë nuk ka si moneda. E kështu arkifakte, veglet punës, e këto pjesë vjetrat, historijës, arkeologjijës, ku ju ka ra me pa ma shumë, ku ju ka ra me gjithë ma shumë? Po ku më gjithë ka mos e përve dënime vjetra, ku më gjithë gradisht të nësë, ku më gjithë dhe një sëpat vjetër, dhe një shigjet, ku më gjithë, të Kalaja kemi gjithë, të Kalaja Preshevës. Që është puna e Kalajës Preshevës? Po Kalaja Preshevës është një vend shumë interesant, si qitet ka qenë, nalt ka qenë, qitet, për shemë. Kalaja Preshevës është punume përmendet Romak që ati ikonë. Prit pari shekëll e posre, e terin 5 shekëll, qaj tërmeti, kura ka zine, u shema e kejtë. Të me thonë atë periud ka pas tërmet? Po, në 5 shekëll ka pas tërmet. Tëna, Justiniani e ka rinovu kejtë Kalajt, se zdo Kalaj nga të një në qizë, a për 5 kilometre kohë, për shemë. Kalaja Preshevës është, Kalaja Nikolao është briknena, ka Dunavta që është jo, edhe këte Dunav, qetra është tërpjezu qetra, tonë është mangat edhe pineve është e Pogradës Kalaja, pi Pogradës ki Kalaja Kamenicës, Kamenicës Kalaja, e gjithë 5 kilometre gërë një go Kalaja. Një farë rjetë. Përshka kanë Kalaja, përshka kanë Shërbi, për shembull, ushtria, me hip ushtria një vendit, një popullit atë që ka jetu, ushtria me hip për nalt, me veshgim të dërpia s'kam pas, ka përna vjenë në miku me pa. Veshgim me bo pilarën me pa në miku. E gjithë Kalajt kanë qenë, për shembull, ndërmjet di projme, një projnë gjatë, projnë shmajt, projnë përprave, gjithë ati, edhe matë nalta, që me pa ka përna vjenë në miku, riziku ka përna vjenë. Edhe më mbrojtër në miku, pinaltit me mbrojtër në miku të në gjithë për pjetë, ma shpari me shigjeta, ku nërgjusir, me katapulta, me guta, në ma shpari me vajt, 20 vajt kofat, me vaj armiku të post. E që shu i kam brojt Kalajt. Të cila Kalajt ka ra me punu mas shumë ti? Po të kejtë Kalajt ku punu, me arelok për shemull, edhe Kalajn e prejrë se ku punu.
6 në 7 ka qenë. Cëllën? Kalajnë e Preshevës. Atë Preshevës, po. Po. Që edhe kemi zbulu cisternën ati. Cisternën? Cisterna nalt për ujë, cila është, sot e ma ditë gjitët, cisterna, ati nalt është gropat ju kupina, ki cisterna, cila ka shërbi për qytetarët poshtë. A nalt ka nejtë ushtria Akropolis, ati ka dhënë Akropolis, ku ka nejtë ushtria. Ati, veshgjim ka bo ushtjet e nalt e poshtë edhe. Qa keni gjetë ma interesant të Kalaja Preshevës, diçka? Qa u konë ma interesant që të kujtohet diçka që keni gjetë? Po këmë gjetë be moneda, ju në gjetë vjetra moneda probusit, ju në gjetë e Aurelianit, e Valerianit, e Gordianit, ju në gjetë moneda, ju në gjetë edhe moneda të lirëve, jo, nuk ju në gjetë. Moneda të smative ju në gjetë. Këto moneda dhe këto, do më thonë që i keni gjetë me arkeologët, a kanë shku dikon, a janë të uruj dikon, apo shikon në pikëshyrje? Unë në kontakt s'muj më konë me ato moneda, arkeologët i marin, i deshifrojnë edhe i dërzojnë të në muzej. Po, që me pas Presheva në muzej, por nuk keni muzej. Me pas muzej, shëtë të arkeologët i dërzojnë të muzej. Anis janë arkeologët për Beogradë, që kanë arda për Nishit. I dërzojnë të takojnë në muzej. A ka dhe një regull, për shembull, që në qatë vend që gjindët ajo farë moneda ose ajo gjetja që u bu prej arkeologëve që aty me mbet, apo ka diçka tjetër? Me pas institucion që kemi muzejnë në Presheva, a i takon e ju me pas muzejnë. Ju takon. Që shpeti që në takon? Po ku ju më interesu me vlakun vetë. A më arkeolog duhet me pas, nësë kemi arkeologa me arkeologa motor, s'muj për dhe hao. Që është puna kemi ndi për Justiniana Prima? Justiniani, me Leskovcin, me Lebanin, një vendbanimi vjetër ati... Justiniani është Dardan shqiptarë, për shembull, se atërë kjo ona jonë, Lugina Preshevës, Kosova, Gjimsa Macedonisë, Teri Krusevse, Sokobanja, Aleksina Skit ka qenë Dardani. A Ilirikum ka qenë, për shembull, Iliri ka qenë prej malu Kopaunike, e Bosnia Hercegovina, Malizia, Kroacia, Panonia, Bashka, Banati, Vojvodina, ato kanë qenë të lirëve, këtë lirëve. Qak në Temishvar, arkeologët i Rumunë, kur kanë punu para disa i kanë zbulu në Temishvar, Rumuni, Vareza i Lire kanë zbulu. E qështu... E Justiniani, nësha ka lidhe këtu me neve, dishka... Po ka lidhe se Justiniani është lidhe me një pshatë, sërbë sot dhe thojnë, Sariqingrad. Ati... Shto thoi, sot atë e zdi shuthi, që atë është i lindë Justiniani, ati ka kishën e vetë, ati ka katërndarën e vetë, a i mbret ka qenë 527 tëri 565. Ka qenë mbret studimtari Bizant, a i mu Bizanti, nuk o Romak, se Romak prej Anastazit 491 më njërë Bizanti, dhe me kalimi Romakve ma. Do me thonë edhe Justiniani, edhe Konstantini, pikë ti teritorit tonë. Konstantini i lindë më nish është lindë edhe i teritor Dardani është i lindë. Asën për shembull, e thonë që Konstantini është i joni, asë mund nuk konë i sërbe që është shqiptar. Së nuk konë se slavë të jugut kanë mërinë trojët e tona, kanë 615, 7 shekë dhe posëri. Kur thëtë, do më thonë, numizmatika, do më thonë me moneda kryesisht, a ka dini legjend dikon këtu për Preshev ku thuhet që ka ndonjë thesar të fshehur apo diçka e tilla, keni has me diçka tillë? Jo, na me moneda, ne kemi zbulu moneda, punojme edhe me arkeologë zbulojnë moneda, për shembull kur punojmë, ku ka vendbanim, ku ka pas. Vendbanim, që i dimna, doara, qerimide, sigla, që qesin... E thesare, a ka dini met apo legjend që thuhet se dikush... Ato nuk i besojmë. Atyre që thoni, jo që tu kanë hinë në mushka ngarkut, kur kanë dalë mbrej, ju konë prasta, ku kanë mshel, dukatin, ku kanë mshel, për sebe. Ato, ose kish me një guri, një krisha, dishka, a kish me një vizatime, që një gjithë në guri, edhe ato si besojmë. Asë edhe logë si besojnë, asë unë si besojnë. Që shi daloni, për shumë, moneda, kur është e vërtet edhe kur është falsë, për shumë, muj me marun e një moneda dhe me mundu me bo falsë ato, me falsifiku. Qështë i shumë? Si mbas punët praktike, që 4-5 vjetë këtë punët te për bleka, unë e të di. Shpesher i di cila original, cila pas. Se marojnë edhe kopja, disa moneda të ralla, për shembol Peseni Gusnigeri, Didia Klara, Matidia,
Vespasiani, do mbreti për shembull Didius Julianusi, Galba, Vitelliusi, disa mbret, Neroni, Otto, disa tralla që i gonë mbret, ka 3 muj, 2 muj, ose 1 vjet. Ata pak moneda kanë pasur, pak kanë lishu për dërë moneda. Për shembull monedat e Konstantinit, që ka qenë 337 mbret, ata tina gjinën gjithkund. A në Makedoni, a në Istanbul, gjinën në Turki, a gjinën në Shpania, Portugalia, Gjermani, shkejtë e territori romakve. Po, territori romakve. Stash monedat i strajta shën, sa ato monedat kushtojnë pini mero të 5 mero një kusë. Ani së është bakrit të është e argentit. Në korën zi të më dhe nëse është e arit, e argentit apo e bakrit? Arit më korën katastrofa. Arit e se ka vlerë 100 herë më tepër se arit. A ju produktut e na për para moneda? Moneda që në kohën romake, moneda që për Konstantinopolis, Tesaloniki, Siskia, Sisaki, Sosu, Sremska Mitrovica, për shembull Singidinumi, Beogradi, Sremska Sirmium, Sremska Emona, Ljubljana, Solana, Spliti, e ju më prodhu moneta, Serdika dhe në Bugari ju më prodhu në sopi sos me Serdika, sa të gjerem në kam pas për shembull qytetet, sot kanë një më të qërë. Dëni vendbanim këtu afër neve, që i ka dëni terminologji që nuk përdorët sot? Dëni qytet, dëni vendbanim, dëni toponim? Vendbanim i vjetër, këtu për shembull, në komunin e Preshevës, kemi në fushë Miratovësit. Te Borin Albanit edhe te Kregza i thojnë, ka të ndartë, Miratovësit. Ati shumë vendbanim i vjetër, 30 shekëll para e pohës së re, e të rinë 500 shekëll. Baron vendbanimi, 700 vjetë vendbanim aty ka qenë. Dhe shumë sot e ma ditë, fshatarët ku livrojnë, në pithejnë plogit, temelet e gjenë, edhe temelet me malter, me gleqen malter, kejnë gurë. Materiali fort. Materiali fort i gjenë temelet. E del materiale, del keramike, e nato, në bazë gjinës, diçka si zbulojmë diçka ti, e deqirojmë shfa periudhe, kuna i takon, cilë populli takon. A më duhet me lidhë cilë popë të koncertin për rëndimi dhe ku së konë të konë, për neve së konë kërë koncertin. Cilat që në konë gjitjet më të rëndësishme për ty, që më maki kur e ke gjitë ato ke thonë qëfar gjitje këmë bu sot ose kur e ke bu me arkeolog? Po kështë ajo knasi është e madhe, për shembë. Knasi e madhe kur zbulion të shka që se ki pa kur. Se ki pa kur. E lezon, e deshifron, e këshiri, thirë dhe një kolegë, për shka ku më gjithë, bëqëta usha pas ke gjithi, shar monedhe të rallë pas ke gjithi. Si për shembull monedha edhe pasër duhet me qenë, edhe e rujshme e mirë më konë. Që ta që kom një nëzep, sot e blejta për një shkave në urajnë shikes, Justinianit një monedhësat, nëzep në mrenda. Në setëra? Po për në setëra. Ata gjejmë, që ta që në ndimojnë këta ndërkohë na folmi. Pesho për shkave e kështë. Kjo është gjithë këtu të na? Jo të na, komunin e Vranjës. Apo shkave Vranjë, thirë dhe ku më gjithë një Justinianit. Këto zakonisht gjindet na për fusha, qështu na për... Ja, këto gjindet masë në për Gradina, ku ka laja në. Gjermën, më kjerë nëmija ka vlerë, nëmi vlerën e ka pas. Nëmi vlerën e ka pas, ha? Që dhe kënjena Justiniani apse, fotografi. Po. Interesant. Unë dishka këto. Po shkru Justinianus, dhe në Justinianus. Qëfar shkrimi është kë? Shkrimi është greko latinisht, nuk është bas latinisht, ka dhe gjerme greke, se Bizantia prej grekve kanë dalë Bizanti, që i shkim ka me si grekve, Bizantia ka pas shkimi. A të lëmë në këtu? Pëllëm që të në tavolinë dhe Po, fotografoni si du, fotografoni. Këtu në Trojeze kemi edhe një mjet identifikimi ose një dokument identifikimi, po shkru Recep Kadriu, si Lloj Begji, a? Lloj Begji, une kanë thirë qendra regionale për trashëgiminë e kulturës Kosovës, 2006 për kalajnë e Pograzës, nuk kam pasën arheolog që në konë zonën me punë klinë kanë qenë arheologët e Kosovës, Muzejt Kosovës dhe Institut Arheologik. Atër arheologët
I ka thonë, na jemi zënëm, jemi para ditëri mu jësëmi, po ju që doni, kemi e njohë me një amator, arheolog amator i Luçanit dhe Gjep Kadriun, kemi besim to se i mirë, i deshifrona i njep mirë, kemi shumë besim to, muni me maraj si zavendës me në ndru neve ati me punu me juve. Aj me u dhe që punën me juve. Edhe shkove tim po graq? Edhe unë shkova po graq, të në punum një 25 ditë kemi punu ati, zbulum për shembol, zbulum një varez vjetra shumë diti qekëll, edhe zbjetëm do monedat vjetra, bile monedat në vjetra kemi gjetë Claudius Gotikusi, i cili ka qenë shqiptar, i lindëm ka Sirminiumi, Srpska Mitrovica, i cili ka qenë monedën e tina kemi zbuluati. Claudius Gotikusi, e titullin e ka pas, emnin Claudiu. A titusi Gotikus, për shka Gotikus? Got s'ka mujt mi ndalë kërkush. A i te Danubi ka prit got prej Ungarisë të jarë got të mshu romagve, a i ka prit i ka damtu shumë got. S'kan mujt got me i teritor të romagve, s'kan mujt me i. E që ato titullin e ka pas Claudius Gotikus. Dhe me monedën ma djetë kemi gjetë 258, 273. Në po graq, dhe me thonë. Po graq, ka lërë po graq. A kemi gjetë tona Valensine, Valentiniane, Arkadie, Graciane, ato kemi gjetë 4, 3 shekëll dhe 5 shekëll. Edhe kemi gjetë edhe Justinianin e kemi gjetë. Kalajnë po graq. Ne pom shumë që, do më thonë, ju keni me arkeolog të ndryshëm, po gjithashtu për shoh që e keni edhe një mirënjohje këtu nga një institucion, apo? Po. Nga kush e keni këtë mirënjohje, apo? Mirënjohjen, kur e kumpunu kalajnë po graqës, Ministria e Kulturës e Kosovës, ata më kanë dhënë, për shembull drejtori i qendrës regionale për trashëgimin e Kosovës, ai më ka dorëzu, kemi pas një simpozium, një mbledhje atje dhe më ka dorëzu milion. Si respekt për punën, a? Si respekt për punën që shto. Edhe Bezhin që se shpesh dalmi me ta më thirin, që t'i kone fundi që s'pu kanë tolla, s'pu kanë finanse, s'pu kanë, përse Ministria e Kulturës nuk pilishon tolla për që me bolim që shpesh dalmi më thirin muje, për para më kanë thirë, shumë kanë thirë. 2 janë muj, 3 janë muj dilshim përsa. Dishme në për terena me zbulu dishka, ma më tash nuk pozicion të pa më fort. Ja, bashkëpunon me Muzein e Vranjës? Po. Po. Bashkëpunon me Muzein e Vranjës. Bile shumë e gjanat ati, jam ku më dhonë, jam ku më falën. A shkrujnë ati që ja ki falti? Shkrujnë mëra që ishë, di ka dërzu, Recep Kadriu që ishë. Do thonë, ju që ka boni dorëzime, i boni krejt me dokumentim të atëmve? Me dokumentim, po, më tash një dërzë e vlasti. S'ko më mundësi, me dërzë kur gjë. Unë po du me pytë se mas gjithë kësoj pune, do më thonë që e boni me arkeolog, me numizmatik tjere, do më thonë që mirën me pjesë të historisë. A kishit dash që rinia apo tritësat të merren me këtë puna? A kishen mi dhoni një mesazh që ja duhet më marrë dikush me këtë pjesë? Që kjo shumë gjë interesant, më marrë me këtë pjesë, me ditë historinë e popullit vetë, me ditë prej ardhën, këtë me ditë, shumë interesant kjo. Amo nuk di unë, popujt e huj, për shembull, i kanë interesim, në zanës të shkollës, të invest, studenta, kanë interes për to, për të na përshqiptar, këtë e dinë që unë e mirë në me kësi punë, kur kush soj interesum për to, ma shpari, gjemë të mi s'kanë qenë interesum për këtë punë, për këtë lamin teme. E shti, mirë është, mirë që ka mundësi që, mirë është me këj fakultetin e arheologisë, arheolog pak të nga ka, interesant kjo, Ngilani ka, Prishtina ka, Sandush, Kosovës ka, Komuna e Preshevës, henës ka dal një gjalleri arheolog, tash është i magistru në Tiran, i Miratovcit. Një ka dal, as ka Bujanovci, as ka historiqar ka, a mos i arheolog, ti mund me dhonë, edhe histori me dhonë mësim, edhe fakultet filozofik me dhonë, edhe gjithë kohë me punu. Do me thonë, ja vlen më marë me arkeologi? Ja vlen me këso më marë. Identitetin e vetë për shep kushimit e kimi. Ajo, dhe për ato duhet me kësi punë, mirë është më marë. Ti aktiv hala, aktiv je për ditë, aktiv je edhe në teren, aktiv je... Po, vallaj, bashkë për diqo, ta së muj më vjetë, bashkë për diqo më bashkë. Sa vjeç je tash?
të universitet 80 vjetë i kumbo, kum hi për 81, 15 e 11, 80 i kumbo. Qofsh me jetë gjatë edhe me shnet. Pashtyk, po të përgëzoj për zgjedhjen që e ki po të misafirit edhe na dumi më konë krenar me njerës si Basarjeq edhe si plot qjerë që kanë këso pasionet veçanta edhe është një njeri autodidakt, do me thonë, është edukuar, shkollu vetë për këtë punë edhe i rrallë, i kërkum edhe mirësh na që e kemi këtu. Po, janë trolla ata cilët kanë marrë, domethënë, iniciativet me marrë një degë të cila sigurisht që lyp kërkon punë dhe lyp angazhim, e nuk është kaq e thjesht, edhe na përkatësen e përgëzojmë Zotin Rexhepin për aktivitetin që e ka pas ndër këto vite me numizmatikën edhe arkeologjinë. Përfundu me falenderu që ishte pjesë e Podemekastit, edhe se uroj jetë gjatë, që edhe të mirë dhe më shumë me numizmatikën, po gjithashtu du bashkëpunu me shqiptarët e Kosovës, Shqipnisë, duke bu bashkëpunime për gjetje të reja. Po. Nështë diçka për më nashtu për fund. Faleminderit shumë që keni dhe një piqe, unë jom gati me përgjegj për shka muj me ditë që keni dhe një piqe, muj me vazhdu. Që kam qef këtë lami, rinia, me pas interesim, me punu, me hullumtu, me rujtën, që kanë gjenë dhe një monedë, me prumi, javë dhe shifru, përse me ditë sa ka gjetë, sa ka vlerët, që edhe javë vlerësoj monedë, sa kustojnë, sa bojë, sa dhe shmimë të di krejtë. E për ato, miru konë populli shqiptare e rinia mu interesu për to. Jo për shembull kimi rasta që i kanë gjetën, plugi e ka qitë cëllë vekshin me pare monedat vjetra, e kanë gjujtë në prugë, kanë gjujtë. Pa vlerë, se kanë ditë se shka të kënë. A i shka puna du këto. E sa zbulot në dhe, shka gjinë në dhe, a ke sopat, a ke frik, a ke maq, a ke shpat, a ke dishka, një gja e panjoshme. Mune me skenju, për sembl, a ke bakrit, a brozit, a që ke milionën mone me rujtën atë të dikush, me rujtë. Na hym punë, do shta kur ta bëjmë muzeon tonë, mujmë me vendos aty. Qashtu, ta bëjmë muzein dhe në shala bonin presher ato. Bashkë me Bujanocën. Po, ka drejtë edhe Bujanoci ku mune Bujanocë për pas muzej, edhe ju keni drejtë. Së një më konë shkollë presherës, mune edhe që ku më të qifru para 20 vjetë të kusur, që kam pru në zarë. Ka interesant ati moneda, a? Ka, shkollë presherës, këtu në ati, 2-3 orë ku punu me ta i ku më që kanë shkrujtë në polën, që kim brejtë, e i kanë shkrujtë, i më konë para 30 vjetë, para luftës. Shkëllëzen, na të shpeshufmi pasmi se historia është ti për e gjonë, edhe arkeologjia edhe gjitha ato. Edhe Basarjeq shumë njohuri, shumë informacione për voja bënd vjetën. Edhe na e falemderojmë Zotin Rexhepin për ftesën që ka pranu me ardhë në Podemekast, me fol tema cilat më herët ndoshta dëgjuesit tanë nuk e kanë dëgju, nuk e kanë prek këtë temë, edhe ishte kënaqësi që diskutojmë gjëra tilla për emisionin ton Podemekast. Faleminderit edhe njerë të gjithë shikuesve, faleminderit për Basarjeq që gjetë kohë me ardhë dhe me qenë pjesë e Podemekastit. Faleminderit se për juve, më ftesë, jom gati gjithmonë me ardhë, ju më thirrni, muj me bisedu me ardhën gjithmonë për atë. Si u njoftum, si që kemi njohë për para, e që si u njoftum, muj edhe ma shpesh me taku me pas takime, me pas biseda, edhe ma shpesh. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për juve.